se erdhët në podcastin Univlora, episodi 21 në kuadër të 12 maj, ditës botërore të infermierisë, një ditë që na kujton rolin e tij të atyre që shërbejnë me përkushtim, empati dhe profesionalizëm. Sot kam kënaqësinë të bisedoj me një ish studente të Fakultetit të Shëndetit, sot pedagoge në këtë fakultet, shefe e departamentit të mamis, profesore asociuar Rezarta Lalo. Përshëndetje Rezi. Përshëndetje, dhe për mua është kënaqësi që jemi sot së bashku në një intervistë në këtë podcast. Kënaqësi dhe për ne dhe sot jemi në kuadër të 12 maj, ditës botërore të infermierisë. Si është për ty të jesh sot Rezi në rolin e pedagogut, të ish studentes, që ti vetë i ke ndjekur studimet po në këtë fakultet? A e kujton ditën kur vendoset të ndiqe studimet? Më the pak më parë që ti përket brezit parë të Fakultetit të Shëndetit. Studentëve në Fakultetin e Shëndetit, po është e vërtet. Të rikthehem në auditor si pedagoge dhe sot si drejtuese e departamentit të kujdesit shëndetësor, pikërisht në atë fakultet ku nisa rrugëtimin si studente, është për mua një ndjesi e veçantë emocionale, por njëkohësisht është edhe një mundësi, është një nder, dhe pa dyshim është edhe një dëshmi që përkushtimi, dashuria për profesionin, puna e palodhur i jep frutet e veta. Ndaj, unë këtë konsideroj dhe si një mision të dyfisht, që jo vetëm të shërbej studentëve me dije dhe vizionin tim për t'i përgatitur ata si profesionistë ardhshëm të kujdesit shëndetësor, por njëkohësisht të zhvilloj më tej, të ruaj dhe të zhvilloj më tej vlerat e një formimi që kanë lënë gjurmë në jetën time personale. Dhe duke i referuar vazhdimit të pyetjes, që si e kujtoni ditën e parë kur keni vendosur për të zgjedhur këtë profesion, sigurisht që e kujtoj shumë qartë ditën e parë që unë vendosa të zgjedh këtë profesion, për arsye se nuk ishte një vendim i rastësishëm. Përveç se ishte një ndjesi e brendshme, ishte edhe një frymëzim i fortë nga familja ime, për arsye se kam patur të afër në familjen time, të cilët kanë zgjedhur të studiojnë në fushën e mjekësisë, qoftë si profesionist infermier, qoftë edhe si mjek, dhe kanë përjetuar me shumë përkushtim profesionin e tyre. Shpesh i kam dëgjuar të flasin për historitë njerëzore të kujdesit, për mënyrën se sa me përkushtim dhe pasion flisin për profesionin e tyre. Dhe unë i shikoja me shumë admirim në fakt dhe më duket sikur ata kishin në dorë diçka shumë të shenjtë, jetën dhe kujdesin ndaj njerëzve. Kjo padyshim që ndikoi shumë në zgjedhjen time, sepse e kam parë jo vetëm në aspektin profesional, por dhe në dimensionin njerëzor. Dhe në rastin e profesionit të mamis, kjo lidhet edhe me lindjen dhe me vazhdimsinë e jetës, dhe kjo zgjedhje mua më ka formuar si njeri dhe më ka udhëhequr deri më sot. Kanë kaluar shumë vite, mos ke bëj, 26 vite si pedagoge. Rezi, sot është dita botërore e infermierit. Çfarë përfaqëson sipas jush dhe cilët janë komponentët emocional që ndikojnë në këtë profesion, por në fakt edhe për ata të cilët e ndjekin rrugën e rrugën e studimeve. Patjetër. Dita ndërkombëtare e infermierit është për mua më shumë se një datë simbolike. Është në fakt një ditë reflektimi, mirënjohje, por edhe afirmimi të një profesioni që shpeshherë mbart një peshë shumë të rëndësishme në sistemin e kujdesit shëndetësor. Është një ditë për të kujtuar që infermierët dhe mamit nuk janë thjesht vetëm profesionistë të kujdesit shëndetësor, por ato janë figura të pathyeshme që përçojnë dhe transmetojnë cilësi të tilla, siç mund të jenë përkushtimi, empatia, humanizmi e të tjerë. Ndaj dhe si pedagoge, por edhe si drejtuese e departamentit, e ndjej si detyrë që ta përcjell këtë vlerësim tek studentët dhe tek shoqëria për të promovuar figurën e infermierit, jo thjesht si ofrues i kujdesit shëndetësor, por dhe si një forcë e pazëvendësueshme morale, sociale që ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe të drejtë për drejtë në shëndetin, dinjitetin dhe mirëqenien e çdo komuniteti.
Sa ndikon komponenti emocional Rezi në këtë profesion, veçanërisht tek studentët që kanë vendosur të ndjekin këtë rrugë? Komponenti emocional është thelbësor në profesionin e infermierit të mamis dhe pa diskutim, sidomos tek studentët të cilët janë në fillim të rrugëtimit të profesionit të tyre, sepse ata në këtë rrugëtim të edukimit përballen për herë të parë me sfidat e kujdesit shëndetësor, përballen me pacientë të cilët kanë vuajtje, kanë dhimbje, përballen me lindjen, me vdekjen, dhe pa dyshim që këto element fillimisht stepin emocionalisht, por njëkohësisht edhe të formojnë profesionalisht. Ndaj, shpeshherë unë them studentëve që ndjeshmëria emocionale nuk është një dobësi, në fakt, përkundrazi, është një ndjeshmëri njerëzore, por edhe një komponent profesional. Ajo që duhet të mësojnë studentët është që të dinë ta menaxhojnë komponentin emocional dhe jo ta fshehin atë. Sepse në këtë profesion, nëse nuk e lë zemrën që të udhëheq bashkë me arsyen, rrezikon që të kthehesh në një individ mekanik në dhënien e kujdesit dhe jo empatik. Kështu që kur emocioni përballohet me maturi, ndërthuret me dijen, dhe me profesionin, atëherë ti shndërrohesh në një profesionist të Zotit dhe shumë të vlerësueshëm nga pacientët. Rruga jote Rezi nga ish studente ekselente e Universitetit Vlorës në drejtimin e departamentit të shfrytëzuese. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që ke kapërcyer? Një nga sfidat më të mëdha ka qenë gjetja e një balance mes përkushtimit dhe rolit si bashkëshorte dhe si nënë në familje, por edhe investimit tim profesional. Si grua, si bashkëshorte, pra si nënë, si profesioniste, kam hasur shpesh herë momente që duhet të bëja zgjedhje të vështira. Sepse në të njëjtën kohë që unë përgatitesha çdo ditë si pedagoge në punën time të përditshme, më duhet të investohesha edhe në kualifikimin tim. Ndërkohë unë kam vazhduar gjatë kësaj periudhe studimet master shkencor dhe në mënyrë të pandërprerë kam vazhduar studimet doktorale për 3 vjet dhe angazhimi im në veprimtarinë kërkimore shkencore sigurisht që nxiti tek mua pasionin për të vazhduar më tej dhe nxiti ambicien për të fituar titullin akademik profesore asociuar. Dashuria për profesionin, po. Por njëkohësisht që unë nuk duhet të lija pas dore dhe angazhimet familjare. Pra sfida ka qenë midis balancës, midis detyrimit familjar dhe investimit profesional. Por një tjetër sfidë për mua ka qenë që të dëshmoj vlerën time në një sistem ku ndonjëherë, domethënë përparimi nuk vjen thjesht nga puna, por vjen edhe nga durimi, këmbgulja, nga aftësia për të ndërtuar marrëdhënie profesionale edhe sociale. Tjetër, kjo është shtylla kryesore jo vetëm në profesionin që ti ke zgjedhur, por në çdo profesion tjetër. Dhe shpeshherë mund të kem hasur edhe dyer që nuk janë hapur lehtë, apo situata ku duhet të punoja 2 fish, por i gjithë ky përkushtim ndërtoi tek mua disa cilësi të cilët më përgatitën mua për të qenë gati për të hedhur një hap tjetër, një sfidë tjetër pikërisht në drejtim. Dhe unë e fillova karrierën si drejtuese, si zëvendësdekane e kërkimit shkencor dhe aktualisht si drejtuese e departamentit të kujdesit shëndetësor. Kështu që për mua këto sfida, domethënë, më kanë forcuar, më kanë bërë më të vetëdijshme për rolin që kam sot, dhe më kanë mësuar që çdo arritje vërtet nuk kërkon vetëm dije, por kërkon dhe karakter. Prandaj nuk i kam konsideruar këto sfida si pengesa, por si një mundësi për rritje dhe zhvillim të mëtejshëm. Bukur, Rezi. Atëherë gjithë kjo përvojë që sapo na the, sa ndikon kjo tek studentët, në mënyrën se si drejton, si mbështet, por edhe si trajnon ata? Përvoja ime si studente ka qenë një pasuri, në fakt, kështu do ta konsideroja, për të kuptuar më thellë nevojat edhe sfidat me të cilën përballen studentët. Duke qenë edhe unë dikur në vendin e tyre, kam kaluar përvoja të dyfishta, nga njëra anë të asaj stepjes ndaj
një rrugë të panjohur drejt profesionit dhe nga ana tjetër dhe të entuziazmit dhe përkushtimi për ta shkelur këtë rrugë dhe për ta finalizuar si profesionist. Kështu që më tej edhe eksperienca si pedagoge duke bashkëpunuar vazhdimisht me studentët, mësuar gjithashtu që të krijojë një mjedis të sigurt për studentët, që ata të shprehin lirshëm të gjitha vështirësitë, nevojat e tyre, në mënyrë që neve t'i mbështesim për t'i përballuar këto vështirësi, këto sfida, po njëkohësisht edhe për t'i nxitur që të dalin nga ajo zona e komfortit dhe e rehatisë dhe të përkushtohen më shumë në procesin e të studiuarit, që të çojë ata drejt të qenurit profesionist të vërtet dhe të aftë. Cilat janë programet që ofron aktualisht Fakulteti i Shëndetit dhe nëse ka një program të ri ose ide për zgjerim të fushave të studimit? Aktualisht, Fakulteti i Shëndetit ofron programin bachelor në infermieri të përgjithshme, që ofrohet nga Departamenti i Infermierisë. Dhe përveç programi bachelor infermieri të përgjithshme, ky departament ofron edhe programe të nivelit të dytë master profesional në infermieri patologjike, kirurgjikale, master i shkencave në infermieri dhe këtë vit u punua fort edhe për hapje të programeve të reja dhe është miratuar nga Ministria e Arsimit edhe një program profesional 2 vjeçar në fushën e geriatrisë, do me thënë kujdesi për të moshuar. Kurse Departamenti i Kujdesit Shëndetësor, që unë e drejtoj aktualisht, ofron programin bachelor infermieri mami, si dhe programin master profesional infermieri pediatrike. Gjithashtu ne si departament kemi aplikuar dhe për ciklin e 3 të studimeve, studimet doktorale në shkencat infermierore, që jep mundësi më shumë edhe stafit akademik, por dhe profesionistë të tjerë që duan të investohen në kërkimin shkencor, të arrijnë dhe të fitojnë gradën doktor i shkencave. Këtë vit ne kemi punuar edhe për përditësimin e kurikulës, pra riorganizimin e programit infermieri mami. Duke përmbajtur, fillimisht dua të them që programi infermieri mami në fakt është miratuar nga Ministria e Arsimit që prej vitit 2000 dhe është riformatuar me urdhër të Ministrisë së Arsimit në vitin 2011. Sigurisht gjatë këtyre viteve është dashur që ky program të pësojë disa ndryshime, por duke përmbajtur ndryshimeve të fundit inovative të profesionit dhe njëkohësisht edhe kërkesave të tregut të punës, lindi e nevojshme që ne të bëjmë riorganizim të këtij programi. Gjatë hartimit të kurikulës së riorganizuar, ne jemi bazuar, siç e thash edhe pak më sipër, në një analizë të thellë të tregut të punës, por gjithashtu kemi konsultuar edhe kurikulat kombëtare dhe ndërkombëtare të institucioneve arsimore të larta të akredituara dhe me standardet bashkëkohore. Gjithashtu kemi vlerësuar edhe ato pikat e dobta, domethënë dhe nevoja që programi aktual ka dhe kemi hartuar një kurikull të re, jo vetëm me lëndët aktuale, por e kemi pasuruar edhe me lëndë të reja, që janë kryesisht të profilit mami, por edhe lëndë të cilat japin mundësi studentëve që në nivelin bachelor të mësojnë ato elementet e para të kërkimit shkencor, si lënda metodologjisë së kërkimit, apo të shkrimit akademik, apo të komunikimit etik e të tjerë. Gjithashtu gjatë hartimit të kurikulës së re, ne kemi vënë theksin, sidomos në hartimin e silabuseve, për të patur një literaturë bashkëkohore të 5 viteve të fundit, konform të gjitha standardeve dhe kritereve të akreditimit të programeve, sepse ne jemi tashmë dhe në prag të riakreditimit të programeve dhe po punojmë dhe në këtë drejtim. Dhe njëkohësisht fokusi ynë ka qenë edhe angazhimi i një stafi akademik të kualifikuar dhe brenda fushës së ekspertizës. Kështu që organizimi i këtij programi, literatura e 5 viteve të fundit, angazhimi i një stafi të kualifikuar dhe brenda fushës të ekspertizës, sigurisht që e bën këtë program të besueshëm dhe të kërkuar nga studentët
dhe njëkohësisht të përshtatshëm edhe për tregun e punës, kudo ata që mund të punojnë brenda dhe jashtë vendit. Dhe statistikat Rezi janë treguese, Po, patjetër. ju jeni një ndër fakultetet me numrin më të lartë të studentëve dhe në fakt vit pas viti ky fakultet është ndër fakultetet më të suksesshme. Është e vërtet, duke qenë që universiteti së fundmi po fokusohet shumë në ndërkombëtarizimin, ne kemi menduar që këtë program studimi, pikërisht për të rritur edhe numrin e studentëve, ta ofrojmë në gjuhën angleze për të dhënë mundësi dhe studentëve të huaj pse jo të zgjedhin të studiojnë në Universitetin e Vlorës, në Fakultetin e Shëndetit. Rezi, cilat janë mundësitë e bashkëpunimit të praktikave, të konferencave me institucione të tjera për të rritur profilin e Departamentit të Kujdesit Shëndetësor? Fakulteti ynë i Shëndetit ka marrëveshje institucionale me spitalet rajonale, me spitali rajonal në Vlorë dhe në Fier, me spitalin psikiatrik, spitalin pediatrik në Vlorë, në Fier edhe me spitalin memorial. Gjithashtu kemi marrëveshje bashkëpunimi edhe me qendra shëndetësore të kujdesit parësor, madje së fundmi dhe me organizata jo qeveritare që ofrojnë kujdese shëndetësore, siç është qendra Ulona për shembull, që ofron kujdesin për gruan dhe ne bashkë me ta kemi bërë vazhdimisht edhe aktivitete të përbashkëta. Të gjitha këto marrëveshje bashkëpunimi janë në kuadër të dhënies së mundësisë studentëve për t'u aftësuar nga ana praktike. Fillimisht studentët kur nisin studimet e tyre në Fakultetin e Shëndetit, fillojnë praktikimin e tyre edhe në laboratorët që ne ofrojmë, të cilët janë të pajisur me mjete didaktike dhe simulatore. Ne kemi dhe laborator për lëndë paraklinike siç mund të jetë anatomia, por kemi gjithashtu laborator klinik ose të lëndës bazat e kujdesit infermieror, ku ata praktikohen mbi bazat e kujdesit të përgjithshëm infermieror, por kemi edhe një laborator për infermieri mamin, me mulazhe në të cilat ata praktikojnë aktivitetin e lindjes e të tjerë, por njëkohësisht fal edhe një projekti të akshit kemi dhe një laborator simulator. Është interesante, kam parë nga afër. Po, është e vërtet. Kështu që ata praktikojnë fillimisht në laboratorët e fakultetit dhe më pas vazhdojnë praktikat lëndore, por dhe praktikat profesionale pikërisht në sisteme shëndetësore, ku përballen, domethënë me kujdesin real ndaj pacientëve, fal edhe këtyre marrëveshjeve bashkëpunuese. Referuar pyetjes tuaj, një nga objektiva strategjik të fakultetit, po dhe të departamentit të kujdesit shëndetësor që unë drejtoj, është edhe integrimi i studentëve në kërkimin shkencor. Studentët tanë, bashkëpunim dhe me pedagogët, janë pjesëmarrës aktiv në shumë konferenca kombëtare, ndërkombëtare dhe si referues vetë, por dhe si bashkëautor me studentët, me pedagogët, më falni, dhe njëkohësisht ne ata kemi pjesë integrale dhe të projekteve që bën stafi i financuar dhe nga Universiteti i Vlorës, por njëkohësisht i përfshim dhe në aktivitete promocionale në kuadër të ditëve botërore të shëndetit. Tashmë është kthyer traditë që Fakulteti i Shëndetit organizon aktivitete promocionale, një produkt ky dhe shumë i vlerësuar dhe në akreditimin e mëparshëm të programit. Dhe ne jemi sot pikërisht edhe në 12 maj, që është dita ndërkombëtare e infermierit, por në fakt kjo nuk është vetëm një ditë, është një javë e cila fillon që në datën 5 maj, që është dita ndërkombëtare e mamisë, dhe kulmon në datën 12 maj. Dhe gjatë gjithë javës, të treja departamentet në fakt bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të bërë aktivitete të përbashkëta në kuadër të javës ndërkombëtare të infermierit. Aktualisht, Departamenti i Kujdesit Shëndetësor zhvilloi dhe aktivitete në ditën ndërkombëtare të mamisë. Kjo konsistoi në pjesëmarrjen tonë në një konferencë kombëtare të mamisë, që ishte konferenca e parë kombëtare e mamisë, organizuar nga Urdhri Infermierit të Shqipërisë,
Dhe këtu kishte jo vetëm pjesëmarrës me referime si pedagog dhe student, por gjithashtu ne u përfaqësuam aty edhe me një ekspozit me temë kujdesi përmes artit, ku studentët nëpërmjet posterave dhe pikturave transmetonin mesazhe ndërgjegjësuese për kujdesin për nënën dhe fëmijën në drejtimin e pedagoges Rudina Çerçizaj. Dëshiroj të theksoj gjithashtu që Fakulteti i Shëndetit, Departamenti i Kujdesit Shëndetësor që unë drejtoj, u japin mundësi studentëve edhe nëpërmjet projekteve Erasmus në kuadër të shkëmbimeve akademike dhe mobilitetit të studentëve, ku ata marrin pjesë në universitete nga gjithë Evropa dhe sigurisht që ndajnë së bashku eksperienca dhe këto eksperienca i integrojnë pastaj edhe në zhvillimin e tyre profesional nesër në të ardhmen, dua të them, në profesionin e tyre. Jo pa qëllim, ky fakultet pas ka numrin më të lartë të studentëve. Gjithashtu, në kuadër të vizionit tim si drejtuese e Departamentit të Kujdesit Shëndetësor për zhvillimin e mëtejshëm të departamentit, në përmbushje të objektivit për zhvillimin profesional të stafit akademik, por dhe ndërtimit të mëtejshëm të partneriteteve ndërinstitucionale, është risi të them antarësimi në një rrjet akademik, i quajtur rrjeti Florence, lidhje, komunikim dhe bashkëpunim për të përmirësuar ndërkombëtarizimin në infermieri dhe mami. Ky rrjet bashkon pedagog dhe student në fushën e infermierisë dhe të mamisë për më shumë se 50 universitete nga gjithë Europa, duke krijuar kështu një urë bashkëpunimi, një mundësi bashkëpunimi dhe kjo mund të realizohet edhe online, edhe në takime ballë për ballë që ata i realizojnë të përvitshme. Unë jam shumë krenare që Universiteti i Vlorës, Fakulteti i Shëndetit, është tashmë i vetmi universitet nga Shqipëria, nga institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri, që është antar i rrjetit Florence Network. Unë kam nderin që të përfaqësoj mamit në këtë network, kurse kolegja ime, drejtuese e Qendrës Kërkimit Shkencor për Shëndetin Publik, profesore asociuar Fationa Kamberi, përfaqëson infermierim. Pra siç e thash, kjo është një mundësi e vlefshme që ne të rrisim, domethënë cilësinë e edukimit në të dyja fushat, si në infermieri dhe në mami, përmes ndarjes eksperiencave, shkëmbimeve akademike dhe bashkëpunimeve të përbashkëta. Pra ajo që e bën këtë rrjetin network, Florence Network të veçantë, është fakti që edhe pedagog dhe student bashkohen bashkë me një qëllim të përbashkët për një edukim cilësor, për kërkim shkencor dhe për bashkëpunimet përbashkëta, për praktikë klinike e të tjerë. Ky rrjet network zhvillohet, siç e thash edhe pak më sipër, takime të përvitshme. Si vjet e realizoi takimin në datën 31 mars deri në datën 4 prill dhe zakonisht zgjidhen vendet anëtare. Çdo vit zgjidhen vendet anëtare të këtij rrjeti network dhe kësaj radhe ishte takimi 32 i këtij rrjeti network, e cila u zhvillua në Leeuwarden, në Holland, i organizuar nga Departamenti i Infermierisë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara NHL Stendal në Holland, pra në Leeuwarden. Unë jam shumë mirënjohëse dhe ishte shumë kënaqësi që isha pjesë, domethënë, e një komuniteti të tillë kaq frymëzues, kaq pasionant, po dhe open mind ose mendje hapur drejt të ardhmes së infermierisë dhe mamis. Dhe aq më tepër, siç e përmenda, që ne jemi përfaqësuesit e parë dhe të vetëm të Shqipërisë në këtë rrjet network. Madje ne atje kemi diskutuar edhe për takimin e radhës, që në vitin tjetër do të organizohet në Bosnjë dhe Hercegovinë, por ne propozuam që një takim i tillë të zhvillohet edhe në Shqipëri. Mundësia, ky rrjet network është një mundësi për stafin e departamentit që unë drejtoj, por dhe për studentët që të kenë mundësi të shkojnë në këto takime dhe të shkëmbejnë
eksperiencat e tyre Por për edhe një për cilësi më të mirë universitetin dhe për përmirësimin e kurrikulës mësimore. Rizi, në datën 31 maj do të zhvillohet konferenca e parë ndërkombëtare kujdesit shëndetësor. Ndoshta të gaboj, më korrigjo. Ju jeni koordinatorë e kësaj konference. A ka pjesëmarrës student? A mund të na flasësh pak më shumë mbi temat, pjesëmarrësit, qëllimi, bravo, qëllimi. Po. Kjo është konferenca e parë ndërkombëtare që organizohet nga Departamenti i Kujdesit Shëndetësor në bashkëpunim me Qendrën e Kërkimit Shkencor të Shëndetit Publik. Dhe ka një temë shumë të rëndësishme, siç është epidemia e heshtur e sëmundjeve kronike jo të transmetueshme, një qasje inovative dhe multidisiplinare për parandalim dhe menaxhim. Kur ideova në fillim tematikën e kësaj konference, sigurisht që u bazova në fushat e studimit që ne përcaktojmë në çdo vit akademik në Departamentin e Kujdesit Shëndetësor, por edhe duke hulumtuar disa studime në kuadër të një projekti që isha në proces. Dhe bazuar në këto rezultate, është parë që shëndeti publik po përballet sot me sfidat e një epidemie të heshtur, që janë sëmundjet kronike jo të transmetueshme, të cilat përfshin sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet kronike pulmonare, kancerin, diabetin mellitus dhe çrregullimet mendore siç janë depresioni, pra me një prevalencë dhe incidencë në rritje. Madje 85% e sëmundshmërisë në Shqipëri e zon pikërisht sëmundjet kronike jo të transmetueshme dhe 94% e vdekshmërisë vijnë pikërisht nga sëmundjet kronike jo të transmetueshme. Kështu që kur prezantova propozimin tip tek stafi i Departamentit të Kujdesit Shëndetësor, mora përkrahjen dhe mbështetjen për realizimin e një konference, një aktiviteti të tillë shkencor, që ishte i pari i organizuar nga Departamenti i Kujdesit Shëndetësor. Jo se nuk ishin organizuar aktivitete të tjera të mëparshme, Departamenti i Kujdesit Shëndetësor në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë ka realizuar edhe konferenca studentore, gjithashtu dhe në kuadër të një projekti të fituar nga Akshi, nga antarja e departamentit tonë që aktualisht është edhe rektore e universitetit, profesore Aurela Saliaj, si produkt i atij projekti, ishte organizuar edhe një konferencë në kuadër të këtij projekti, por nuk ishte një aktivitet të mirëfillt të nivelit ndërkombëtar, si një produkt i Departamentit të Kujdesit Shëndetësor dhe në kuadër dhe të akreditimit dhe në përmbushje dhe të kritereve dhe standardeve të këtij akreditimi për kërkim shkencor. Duke vlerësuar që Qendra e Kërkimit Shkencor ka në misionin e tij pikërisht monitorimin dhe menaxhimin e aktivitetit shkencor në nivel fakulteti, por njëkohësisht edhe duke vlerësuar eksperiencën së kërkimit shkencor dhe veçanërisht të drejtueses së saj, profesore asociuar Fationa Kamberi, unë i kërkova bashkëpunim drejtueses së Qendrës së Kërkimit Shkencor, që ne të bashkonim së bashku vizionin, eksperjencat për të nxjerrë një produkt të përbashkët me standarde. Dhe më lejoni që dhe të falenderoj publikisht drejtuesen e Qendrës Kërkimore Shkencore, profesore Fationa Kamberi, për mbështetjen, po dhe për përkushtimin e saj dhe të ekipit të saj në çdo hallk të organizimit të kësaj konference dhe gjatë gjithë procesit të aplikimit të saj në ASCK për të marrë, sepse është një konferencë e akredituar. Gjithashtu falenderoj edhe dekanin e Fakultetit të Shëndetit, profesori asociuar Enkelejt Mëhilli, për mbështetjen dhe impenjimin e tij dhe në kontaktet me lektorë të huaj dhe fal tij kemi dhe 2 lektorë nga një universitet në Spanjë. Njëkohësisht falenderoj gjithashtu edhe rektoren e universitetit, profesore asociuar Aurela Saliaj, për gjithë mbështetjen, profesor doktor, për të gjithë mbështetjen që ka dhënë në realizimin e kësaj konference, sepse duhet thënë që kjo konferencë financohet totalisht nga Fondi i Kërkimit Shkencor, i shpërndar në nivel departamenti, dhe kjo përmbush edhe një misionin e Universitetit të Vlorës, po dhe Fakultetit të Shëndetit për shërbimin ndaj të tretëve. Madje nuk kemi një pagesë fi, do të thonë është falas,
Dhe kështu që ka një pjesëmarrje shumë të gjerë. Unë jam shumë krenare dhe kënaqur që kemi shumë pjesëmarrës profesionistë të shëndetit, ekspert në fusha të ndryshme. Po jo vetëm. Po, siç mund të jenë mjek, infermier, farmacist, stomatolog, fizioterapist, akademik dhe student. Dhe kemi më shumë se mbi 50 punime në fakt në këtë konferencë që do të prezantohen. Dhe kemi profesionistë të shëndetit nga shumë qytete të Shqipërisë, si nga Fieri, Tirana, Gjirokastra, Korça, gjithashtu nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut. Kemi gjithashtu lektorë të huaj nga universitete të njohura në Spanjë, në Itali, në Greqi, Turqi e të tjerë. 2 ditë do të zgjasë Rezi? Jo, kjo konferencë është 1 ditore dhe ka prezantime orale dhe prezantime i poste për shkak të numrit të madh të punimeve. Dhe kjo konferencë ka si objektiv në fakt që të sjellë në një platformë të përbashkët ekspert nga fusha të ndryshme për të ofruar një qasje gjithëpërfshirëse dhe të integruar për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kronike jo të transmetueshme. Kështu që fokusi ynë është që të krijohet një dialog ndërdisiplinar për të ndarë jo vetëm përvoja dhe eksperienca, por dhe për të prezantuar ulëmtimet kërkimore shkencore më të fundit, por dhe për të diskutuar njëkohësisht politikat dhe strategjitë që mund të ndryshojnë kursin e kësaj epidemie të heshtur. A ka student pjesëmarrës duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj veprimtarie akademike? Unë e përmenda edhe pak më sipër objektivin strategjik të Fakultetit të Shëndetit dhe departamentit tonë, integrimit të studentëve në kërkimin shkencor. Dhe pa diskutim që studentët janë të përfshirë në këtë konferencë, jo vetëm me referime orale apo i poster si autor i parë, por dhe si bashkautor me pedagogët dhe e veçanta këtu është që ne i kemi përfshirë studentët dhe si moderator në këtë konferencë. Kjo konferencë fillon me një seancë shumë interesante, është një panel open discussion, që quhet diskutimi hapur, me profesionistët e shëndetit që përballen me sfidat e kujdesit shëndetësor në lidhje me sëmundjet kronike jo të transmetueshme dhe janë studentët ata që prezantojnë edhe profilin e këtyre profesionistëve. Pra, ne aftësojmë studentët jo vetëm në kërkim, në referim, në komunikim, por dhe në moderim. Madje, ata janë shumë aktiv edhe në ditën e organizimit të konferencës. Ju uroj shumë suksese Rezi për konferencën dhe do të jem aty edhe për t'ju ndjekur. Është kënaqësi për mua dhe dua ta shtoj edhe këtë që ju kemi edhe ju si referuese për rolin e medias në promovimin e parandalimit të sëmundjeve kronike jo të transmetueshme. Në shmangjen e stresit. Dhe ju falenderoj shumë që jeni dhe ju pjesë lektore për të prezantuar punimin tuaj në këtë konferencë. Faleminderit Rezi. Rezi, edhe pse ti pasqyrove një panoramë të përgjithshme të Fakultetit të Shëndetit e në veçanti të Departamentit Kujdesit Shëndetësor, por cilat janë avantazhet, dhe këtu në fakt duhet u referojmë maturantëve, cilat janë avantazhet që ofron Fakulteti, Departamenti Kujdesit Shëndetësor që ti drejton për maturantët që të zgjedhin këtë degë? Fakulteti i Shëndetit në fakt ofron një kombinim të veçantë avantazhesh. Unë do t'i përmbledh në fakt sepse gjatë kësaj kohe pak a shumë edhe i kam përmendur, por do të them që një nga avantazhet e rëndësishme është një staf pedagogësh të kualifikuar dhe brenda fushës ekspertizës që i përgatisin studentët jo vetëm me aftësi teorike, por dhe me aftësi praktike, klinike, për t'u përgatitur, domethënë, në tregun e punës. Njëkohësisht, Fakulteti i Shëndetit ofron edhe një infrastrukturë moderne, të pasur me laboratore klinike, të kujdesit infermieror, por edhe laborator simulator. Gjithashtu, bilesën së shpejti do të hymë dhe në një godinë të re, e cila po investohet dhe do të kemi një infrastrukturë akoma më të përshtatshme për të ofruar një mësimdhënie më cilësore. Një tjetër avantazh është mundësia që jepet studentëve për shkëmbim me mobiliteti në kuadër të projekteve Erasmus,
ku ata kanë mundësi, do me thonë që të ndajnë eksperiencat, por dhe të implementojnë ato në kujdeset shëndetësore kur të jenë profesionist të ardhshëm. Gjithashtu një avantazh tjetër është edhe këshillimi që marrin nga zyra e karrierës. Zyra e karrierës gjithmonë ban kontakte me studentët, me ish alumni gjithashtu për bashkëpunime të përbashkëta, po njëkohësisht ka kontakte edhe me institucione të ndryshme që sigurojnë dhe suportojnë studentët edhe për punësim. Po, tregu i punës është edhe kjo një hallë shumë e rëndësishme. Shpeshherë zyra e karrierës mund të organizojë edhe trajnime që i përgatit studentët se si të aplikojnë në një proces, në një punësim, si të bëjnë gati dokumentacionin, si të bëjnë një CV, një letër motivimi e tjerë. Pra janë një larmi mundësish për studentët jo vetëm në mësimdhënien e tyre, por edhe të perspektivës së punësimit. Për maturantët, që të studiojnë në Fakultetin e Shëndetit edhe në degët përkatëse. Mirë. Duke qenë se jemi në ditën ndërkombëtare të infermierisë, çfarë këshilli do t'u jepin studentëve të cilët kanë zgjedhur këtë degë? Këshilla ime për çdo student që ka zgjedhur këtë rrugë kaq të ndjeshme dhe kaq të bukur, është që të mbajnë gjallë arsyen pse e nisën këtë rrugëtim. Sepse gjatë këtij rrugëtimi do të ketë patjetër lodhje, do të ketë sfida, momente dyshimi, por gjithmonë do të ketë një pacient që do t'ju falë një buzëqeshje, një nënë që ju falenderon me lot në sy dhe një jetë që vjen në botë fal kujdesit tuaj. Pra, mos harroni se nuk keni zgjedhur thjesht një profesion, po jeni duke u përgatitur për të qenë shpresë për një jetë të shëndetshme. Prandaj mbani zemrën të hapur, dijen të gjallë dhe etikën profesionale si busull. Dhe mbi të gjitha, kur mos fushoni së mësuari dhe studiuari, sepse kujdesi për jetën është një mision që kërkon përkushtim të përjetshëm. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të infermierit, më lejoni që të përcjell dhe një mesazh shumë të përzemërt për të gjithë infermierët dhe mamit, për të gjithë përkushtimin e tyre në këtë profesion kaq të vlerësuar, por edhe të vështirë njëkohësisht, sepse ata meritojnë gjithë mirënjohjen dhe respektin për përkushtimin e tyre. Vazhdoni ta nderoni këtë profesion, sepse përmes jush bota bëhet më humane. Rezi, të falenderoj shumë për gjithë këtë informacion të bollshëm dhe interesant për Fakultetin e Shëndetit, për departamentin tuaj të kujdesit shëndetësor, por edhe për mesazhet e vyera për studentët, për ditën botërore të infermierit dhe ju uroj shumë suksese në konferencën që do të zhvillohet në 31 maj. Faleminderit shumë dhe për mundësinë që më dha nëpërmjet kësaj interviste për të promovuar Fakultetin e Shëndetit, programet që ne ofrojmë dhe për të ftuar maturantët që të zgjedhin të studiojnë në Fakultetin e Shëndetit, në Universitetin e Vlorës, por edhe në qytetin e Vlorës, për një jetë studentore më të bukur, më sociale, duke qenë që edhe Vlora është qendra e turizmit dhe konsiderohet si perla e turizmit. Dhe kjo do me thënë e bën jetën e tyre studentore më të bukur, duke u përfshirë dhe në aktivitetet të tjera që institucioni ofron, siç janë aktivitetet kulturore dhe sportive. Faleminderit shumë. Por edhe unë do të jap një mesazh për maturantin. Për të gjithë ju që na ndiqni, nëse jeni maturant dhe ndjeni thirrjen për të qenë pranë jetës, për të kontribuar me zemër dhe dije, Fakulteti i Shëndetit në Universitetin e Vlorës është një vend ku mund të filloni këtë rrugëtim me përkushtim dhe mbështetje të vërtetë akademike. Faleminderit.